Që Muhamedi a.s. është martuar me Aishën radiallahu anha që ka qenë me moshë të re. Këtë detaj e kapin edhe dojnë me godit islamin që nuk e din se si ka qenë rrethonat perandorin romake, perandorin bizantine, në kohën hala më të hershme. Pastaj duhet me bo dallimin mes lloj fejese që kanë bo tek ne edhe martesës. Apo a kanë thonë për shembull tu kon djep tek ne? Kjo është çika e djalit tënd. A kanë thonë? Mirë, a kanë një marrëdhënie çetëra? E njëjta gjë me Muhamedin a.s. Thot këto martesa ishin normë shoqërore në atë kohë, në Arabi. Thot edhe në Borbutën, as armiqtë e pejgamberit a.s. në këtë pikë atëherë nuk e kanë sulmu. Se veti kanë bu këto. Sikur të shqiptarë që shka qenë. A e në martu me të na 12 vjeç, kallëzom një poshë Allah. E me standardet e sotshme vllazni. Tu nis prej qikës teme tonë dhe se gjithve. A i martojmë 12 vjeç? Jo, kemi gjuna që si martojmë, jo më vlasës të ka urdhnu Allah 12 vjeç me martu. Unë për veti, me ma lyp dikun 12 vjeç, thomë Allah që për veti, po smoj. Në Arabi, në Rom, në Persi, thot në Evropë, madje deri vonë, deri 100 vjetë që në fundi. Maria, nëna e Isaut a.s. si pas burimeve krishtere, katolikë dhe ortodokse, pohan se Maria u fejua me Jozefin kur ishte në moshën 12 vjeçare. Si pas normave, e pash një debat një boshnjak, edhe pithot ta si pas normave tuaja, cila martes është jo legale, po është e moralshme, një martes nën 16 apo nën 18 vjet apo nuk e di unë e konsideroj martes të pamoralshme. Edhe di çka i thot? Ti që pithu krishtere, ti po i thu nënës Isaut Jezusit, Marijës, grua e përdalur. Me fjalët e tu, edhe në mbyll gojë, s'po ti çka më thon. Së argumentet ja. Ligji kanonik, katolik, për shekuj ka lejuar që vajza në moshën 12 vjeçare mund të martoj. Ky ligj ka qenë zyrtar në kish deri 1917 vllazni. Para 100 vjet Allah. Mos më shiti mu këtu. Pastaj thot mbretëresha dhe princesha të krishtera. Isabella e Valojës, Francës, Anglisë, shekulli 14. U martua me mbretin Richardin e dytë të Anglisë. Mosha e saj ka qenë 7 vjeçe. Edhe. Çu godite? Me miratimin e kishës. Ju kom thonë shpesh, këto lëvizjet anti-islamike që tash që jenë bo, jenë të i godit vetë kishën. Thot, askush në Evropën e krishterë nuk e qujta këtë imorale. Mary Queen, në Skoci, shekulli 16, u fejua dhe u martua juridikisht në fëmijëri. U dërgua në Francë, që e vogël dhe martesa u njoh zyrtarisht nga kisha. Vajza konsiderohej e pjekur në fillimin e menstruacioneve. Kjo zakonisht ndodhte rreth moshës 12 vjeç, por mund të ndodhte edhe në moshën 10-11 vjeç. Varësisht nga klima dhe shëndeti. Klima nxehtë ka bo që ato shumë herët mu pjek. Nëse atje 9 vjeç ju kanë orë menstruacionet, çikës teme, çikës juaj, 16 vjeç pivin. Pse? Rrethonat janë asisoj, klima është. Tek romakët dhe bizantinët nikau bënte që në fëmijëri, nësa bashkëjetesa u shtynte, nga martesa Aishës kritikohet. Nëse martesa Aishës kritikohet, duhet mu kritikohet dhe ligji kishtar, mbretërit romake, krejt këta duhet mu kritiku. Po këto priftrinjet e dishëm nuk e bëjnë, se e dinë që ju kthehet. Po dalin qështu disa analfabet dalin. Martesa pejgamberit a.s. nuk është shembull obligativ për gjithë muslimanët dhe që tu përfundon çështja